Përshëndetje, do flasim për një temë shumë të rëndësishme, një temë që do flitet shumë për sa i përket Neptunit në Dash. Neptuni në Dash është një epokë kur lindin ide dhe flak revolucionare. Është një temë që ka një rëndësi të veçantë, ku Neptuni, pas një retrograde të shkurtër në shenjën e peshqeve, kthehet në Dash nesër, ditën e hënë dhe datës 26 janar, ku do të qëndroj deri në vitin 2038. Kjo do të thotë është një ngjarje e veçantë planetare që do të hap dyert për ngjarje të ndryshme shoqërore dhe personale. Neptuni në Dash do të ketë ndikime shumë të mëdha, individuale, rezultate, pretendime, por do të qëllojnë dhe ëndra përmes dinamizmit dhe iniciativës. Do të ketë mjaftueshëm konfuzion, fantazi, por dhe guxim për të pushtuar mënyra të reja në shprehje. Por le të hedhim një vështrim historik mbi Neptunin në Dash, epoka kur lindin ide të mëdha. Historia ka treguar dhe historia gjithmonë shkruhet dhe realitetin paraqet. Atëherë çfarë ka ndodhur kur ka qenë Neptuni në Dash? Prandaj kemi kaq vite, pra nga 2026 deri në 2038, bëni vetë llogarit, pra që do qëndroj në këtë shenjë. Këtë shenjë ku ju e dini dhe e dim që kemi guvernatorin e Dashit që është Marsi. Marsi gjithmonë ka pretendimin dhe ndryshime të mëdha, duan apo s'duan, dhe sido që të vinë gjërat, përdor forcën për shpejtimin. Dhe mendoni pak nga dhjetori deri dhe tani që ne po flasim, çfarë ka ndodhur kryesor kohor në shahun dhe në ndikimet të mëdha që ndodhin në rang botëror. Por nuk diskutohet që kur ndodhin në rang botëror, nuk diskutohet që edhe ne ndikohemi sadopak. Kemi Neptunin kalon në Dash në një shenjë iniciative, lufte, veprimi, vizione, ndikime, dhe do mbetet thjesht një teori ku bëhet ide dhe veprime. Ky është një moment mjaft pozitiv, një moment kozmik, që siç na ka treguar dhe historia, shkakton vale revolucionare, përmbysje ideologjike dhe kërngritje të guximshme, duke i kthyer ëndrat dhe ngjarjet në shpresat në luftra. Herën e fundit që Neptuni ishte në këtë pozicion të zjarrt, nga viti 1861 deri në vitin 1874, bota u bë një fushë ndryshimesh historike